fund vit të gjithë bëjmë llogari se si shkoi ky vit financiar. Ndryshe nga bizneset në familje, ajo çka ka në mendje është sa kursyen edhe çfarë shpenzimesh të rëndësishme bën. Nëse flasi për një çift të ri, në mendje kanë për bler një banesë, ose nëse do të vijojnë të qëndrojnë me quratë, cila u vlen më tepër. Nga ana tjetër, pensionistët në këtë fund vit mendojnë për shpërblimin, për bonusin dhe se sa do të jetë rritja e vitit që vjen. Ka shumë nga ato familje që janë të shqetësuara me të drejtë se sa shumë janë arritur çmimet teksa drejtohen në supermarkete dhe bëjnë llogaritë që ky fund vit po u shkon më shumë se zakonisht. Të gjitha lidhet me para, ndaj bëjmë mirë të marrim disa këshilla nga një kolegu yni, i cili me sa duket marrëdhënien e ka shumë të mirë me parat, por le na tregoj më mirë vetë. Erza Klaj, është kënaqësi që jemi së bashku, sipërmarrës, analist biznesi dhe gazetar. Mirë se vjen. Kënaqësi që të kemi në mesdrit. E ke mirë marrëdhënie me parat? Apo është perceptimi im i ky? Jo, faleminderit për ftesën. Shumë të mira i ka marrëdhëniet me parat dhe mundohem që ti trajtoj si ushtar që duhet dalin në betejë dhe të pushtojnë ambientet e tjera. Zakonisht të fitojnë këta ushtar? Patjetër. Kështu që në marrëdhënien e përditshme, prej rreth 26 vitesh, kam një marrëdhënie shumë të mirë me paran, me biznesin, por edhe me këshillimin e shumë individëve se si ta menaxhojnë paran në mënyrë që ajo të jetë e kthyer në mënyrë të vlefshme. Ezart, po nisim me çiftet e reja, në mendimin tënd, duke njohur edhe paran dhe se çfarë po ndodh në Shqipëri, një çift duhet ta blejë një banesë menjëherë apo mund të qëndrojë edhe disa vite me radhë me qura? Çfarë do sugjeroje ti në këtë pikë të tregut? Unë jam partizan në fakt që njerëzit nuk duhet ta blejnë banesën. Ndoshta mund të jetë në momenti i parë që thotë pse mos ta blejnë, pse duhet rriun me qera, pse të harxoj ata para. Patjetër që kjo varet në çfarë faze të jetës je, në cilat janë të ardhurat, sa janë kursimet dhe cili është plani jot. Pra, nëse je në fazën e parë të jetës, nëse nuk ke të ardhura dhe një karrierë të konsoliduar, nëse nuk ke ndar dhe nuk ke ndërtuar një sistem të ruajtjes së parave në jetën tënde, do ishte aventurë shumë e madhe dhe nuk besoj që t'jesh me qira është në një mëkat i madh. Një pjesë e madhe e gjermanëve, e spanjollëve jetojnë gjithë jetën me qira. Ndërkohë ne jemi ndër popujt statistikisht që kanë më shumë banesa për individ në Europë. Pra rreth 90% e shqiptarëve jetojnë në një banesë që është pa qira, që mund të jetë ose e prindërve ose e tyria personale. Kjo vjen nga trashëgimia jonë dhe nga faktori kulturor që ne gjëja kryesore dhe ëndra e jetës sonë kemi atë betonin, ta kemi tonin. Po. Ndërkohë vjen pastaj pyetja logjike. Këto para ja vlen më shumë të hedhim në një real estate ku ne të marrim qeran, të blejmë një dyqan dhe ta japim me qera dhe pastaj me të ardhurat pasive të këtij dyqanit apo të kësaj prone të këtij biznesit, kemi benefitin. Unë do gjykoja që gjithmonë parat e para që na teprojnë nga të ardhurat dhe duhet kuptojnë pastaj te skema se si ne duhet kalojmë te kursimi, duhet jenë për një investim, për diçka që të na sigurojë një të ardhur pasive. Pra jo për diçka që na ha para. Dhe pastaj me të ardhurat pasive, pastaj mund të blejmë shtëpinë apo të krijojmë atë down payment apo parapagimin. Sugjerimi im personal kuptohet në çfarë faze je. Një njeri që ka të ardhura mjaftueshëm, ka para të shpenzuara, ka një të ardhur aktive gjithkohën që i sjell nga një e ardhur tjetër, patjetër le ta ketë edhe një shtëpi të veten. Nuk do kisha qenë që një çift direkt ditën e parë që dashurohen, fejohen, martohen, të ketë patjetër shtëpinë e vet. Mirë, Rezart, dim të themi që kredita fajgjata janë bërë shumë zakonshme paktën në vitet e fundit. Duket sikur një mendësi tjetër në llogaritjet, për llogaritjet individuale është bërë pjesë e shoqërisë. Tani me këto kredit afajgjata që shtrihen në 25 vite, sepse ajo është edhe maksimumi. Që është një martesë e dytë, ti po martohesh me bankën. Pikërisht, pra. Tani të rinjt ja bëjnë jetën më thjesht vetes apo thjesht jetojnë me atë presionin e kredisë mbi kokë, më shumë? Që thash, është një martesë e dytë. Me të parën nuk e di sa të zgjat. Me dytën je sigurt që do zgjas një 25 vite, pak më sigurt. Kështu që duhet patur shumë kujdes. Unë jam parimisht pro kredive, për sa kohë interesi i bankës është shumë i vogël se sa interesi që ti fiton. Ka të zgjatura në kohë? 20-25 vite? Nuk ka asnjë problem.
për sa kohë ti fiton shumë më tepër sa i 5-6% që ti shpenzon tek pjesa e bankës. Madje unë do isha shumë mirë nëse se sa ti lesh ti parat në bank, më mirë ti investosh në një diçka. Të marrësh kredi pastaj për makinë, të marrësh kredi për pushime, për një celular, personalisht. Për çfarë marrin kredi shqiptarët? Pra, ti s'duhet marrësh kredi për diçka, për të vendosur para për të cilët do të kërkoj para sërish. Pra, makina do të kërkoj para sërish. Celulari ka një afat, ka nën vlerësim, apo depreciation, ullje të vlerësimit. Pra, je kundër shqiptarëve që marrin para borxh për sende utilitare, një telefon për martesë, fundit. Për dasmë. Për dasëm. Marrin për dasmë, sa dush. Se duhet të kenë dasmën më të bukur dhe fillon konkurenca, do të thënë që në parapakosh ishim në një dasëm që kushtoi 100.000 euro, do të thënë. Po. Dhe patjetër që kushëritë e tij do dojnë ta bëjnë 110.000 euro apo 120.000 euro. Garë brenda fisë. Gara. Dhe kjo praktikisht pasuron bankën. Po sa ishin marrë borxh nga këto para, po nuk e di. Nuk është se i pyeta dhe nuk është se unë e kam më tepër si simbolik të marrësh para për një dasëm. Për pushime? As pak, sepse është çdo gjë një para që ikën. E vetmja gjë është nëse ti merr para për makinën, nëse ti punon taksist, po jo për makinën nëse ti e shfrytëzon. Për përdorim personal. Sepse ulet vlera. Shkosh në punë? Shkosh në punë, ose ti duhet të blesh makinën me të ardhurat jo më shumë se 6 muaj të ardhurat e pagës tënde, jo më tepër. Pra, për llogarit pagën, dhe nëse makina jote vlen më shumë se 6 muaj paga jote, atëherë ti ke bërë një vendim jo të zgjuar dhe ke blerë makinën me 3 pjesa e pagës tënde. Patjetër të ardhurat tuaja duhet i ndajmë familje bashkë me bashkëshorten time, bëjmë një ndarje paraprake. Sa përqind duhet shkojnë për ushqimin, sa përqind duhet shkojnë për shpenzimet e domosdoshme. Ti e bën llogarit apo bashkëshortja? Për një familje mesatare. Ne bëjmë bashkë llogarit, lekët i marrin bashkëshortja se unë nuk e di. Si në çdo familje dhe si duhet të ndodhë. Jo, në çdo familje ka që i marrin edhe burrat, por unë i kam shumë bezdi parat, kështu që fizike, kështu që preferata digjitale, do dalim edhe aty. Bëjmë një ndarje ndoshta në përqindje të një familje mesatare me të ardhura mesatare, se si duhet shpërndar buxheti. Unë të paktën jo më shumë se 3% e të ardhura duhet shkojnë nëse ti je me qera, sepse duhet ta kuptojmë edhe këtë gjë. Pra, nëse ti ke të ardhura 1.000 euro, pra 500 euro secili, që në çifti, ti nuk mund të marrësh një shtëpi më shumë se 300 euro. Po e more, o duhet punosh punë dytë, ose duhet të kërkosh për i punë me i pagë më të madhe, që do të thotë do ofrosh vlera më të mëdha, jo se ka ndonjë gjë, do mërsh më tepër përgjegjësi, do kualifikosh më tepër. Sigurisht. Pra, ose pastaj do zhvendosesh më në periferi, gjesh një shtëpi 300 euro, se sot e dim që është shumë e vështirë, gjesh një shtëpi 300 euro. Nga 2 dhoma gozhin do bësh garsonjere. Ose pastaj të ardhurat e tuaja duhet shkojnë 150.000 lekë treja, apo 1.500 euro, dhe të dy duhet pagoni njëri 750, tjetri 750. Pra së pari të ardhurat 30%. Së dyti duhet jenë të domosdoshmet jo më tepër se 30% për sërish. 30-40% të domosdoshmet. Pjesa e arktimit, pjesa e jo domosdoshmeve, domosdoshme quhen ushqimit. Nuk ja del dot pa pjesën e pa ushqim, pa ujë, drita, pagesa, po e quj unë edhe pjesën e internetit që është bërë tashmaj 10 euro, 15 euro, fatura janë gjitha këto. Fatura janë. Transporti? Te transporti, për sa kohë ti je në shifrat ulta, do ta bësh me autobus, nuk mund të pretendosh. Nuk mund të kesh makinë. Nëse ti pastaj shkon të të ardhurat disi pak më lartë, dhe pastaj 10% e këtyre të ardhurave do ja dedikosh transportit. Pra nëse je një vlera 1.500 euro të ardhura familjare, pra 2 vet, atëherë 150 euro do i konsiderosh për transportin, që janë pak, po ti ndoshta vetëm sa për të shkuar në punë dhe për të ardhur, dhe kështu do ta angazhosh. Gjithë thelbi është që 10 deri 20% ti duhet i ndash çdo muaj veçmas. Ka shumë njerëz do thojë që janë këto pralla nesër na del për me mbyll muajin, ti thua edhe 20%. Por atëherë ti duhet kuptosh që ke një problem te vetja, ke problem o me vendin e punës, o me orët e pakta të punës, ose duhet angazhohesh më tepër. Po ti thua për ushqimin, dalemi edhe një moment të ushqimit, se sipas statistikave, çdo familje shpenzon 40% të pagës për ushqim. Si pam 3-40%.
Si do i dalë llogaria në fund të muajit? Pra 30%, ku 20% e harxhon ushqim. Do dalë llogaria, 30% të tham për banesën. Ka disa që jetojnë vetë dhe i 20% na shkojnë për ushqim, jemi 70%. 10% për transport ose për gjërat jo domosdoshme shkojmë te 80%. 10 ose 20% duhet të dalë. Kontrolle shëndetësore, fatura, energji, ujë. Parimisht do shkosh në shtet, nuk të del. Ne prandaj të thamë. Po në shtet ndonjëherë do duhet të paguash. Do rrish në rrallë. Nëse do duhet të paguash, duhet të rrisësh të ardhurat, nëse do shkosh te privati. Qartë. Pra ne po flasim për të ardhurat minimale, nëse ti shkon pastaj që 2 vet shkon mbi 700 euro, mbi 800 euro, mbi 900 euro, pastaj sjetet të ardhurat mesatare kalon gati mesatare pak më sipër. Kështu që ne po llogarisim paga mesatare në Shqipëri është diku rreth 700 ca euro. Pra, duke llogarit me gjithë shtetin është 820 euro, duke llogarit në sektorin privat është 730 euro paga mesatare. Paga minimale pastaj themi 500 euro. Unë kam një pyetje që lidhet me blerjet emocionale që bëjmë fund vit. Të gjithë kemi atë thënien që është fund vit, po fusim diçka të re në shtëpi. Është emocionale, duhet bërë, s'duhet bërë kjo gjë. Shumë emocionale, për mua s'duhet bërë. S'duhet bërë, e panevojshme. Për mua është e panevojshme. Patjetër unë jam partizan që si mund t'jesh ka qiftoht. Po prandaj ka marrëdhënie me matematika kështu i ka, numra. Shiko, ne në biznes shfrytëzojmë emocionin e njerëzve për t'i bërë. Ne në dyqanet tona fillojmë vendosim muzikën e Krishtlindjeve, muzikën ashtu, zbukurojmë dyqanet, zbukurojmë dritat, vendosim produktet të cilat njerëzit kanë tentacionin më shumë për t'i blerë, vendosim aty në vit të parë. Po aty vendosin edhe produktet me marzh më të lartë fitimit dhe te pjesa poshtë vendosin produktet që ne nuk duam që klientët t'i blejnë, sepse kanë marzhin më të vogël. Dhe të niveli syrit të klientëve vendosin produktet që kanë marzhin më të lartë. Kështu që nga pikpamja e biznesit duhet shpenzohet sa më tepër. Nga pikpamja logjike ti pse duhet ta blesh, pse duhet bësh derën e shtëpisë? Deri me 31 dhjetor dhe ta bësh në janar. Më argumento pse nuk duhet të marrë një televizor të ri për festën e futbollit. Më argumento pse mund mos ta marrësh në nëntor? Vision Plusin me një televizor më të madh se ç'kam. Ti Vision Plusin do ta shikosh me çdo lloj televizorit, mund ta marrësh edhe në tetor. Pse mos ta marrësh tetor, po duhet ta marrësh. Dua që tani për vit të ri të kem mundësi gjatë programit festiv. Sepse ne kena një reminiscencë se ne në dhjetor ulshim shikonin televizor. Ne tani televizorin ulemi shikojmë programet gjatë gjithë kohës, por e kam fjalën që pse të gjitha ato shpenzimet ti vendosësh, unë jam dakord, duhet ja bëjmë qefin vetes, po duhet kemi pak racionalitet. Prandaj e kam thënë një herë dhe ka pasur shumë reagime. Unë në një histori që kam shpjeguar është që së bashku me Supermars që bëte shumë shifrat larta, ndërkohë që ai kishte nevojë për disa mobilje zyre dhe nuk u ndalim një herë, tha kam nevojë, po do ndalim muajin tjetër. Po pse? Sepse unë tha, e kam zakon që unë pres 30 ditë për çdo blerje që do bëj. Nuk është çështje parash se si kam. Çështje analize. Çështje mentalitetit. Aq para më bën vetëm goma makinës sime. Pra unë të pres 30 ditë përpara se të marr një vendim, iku viti i ri me këtë televizor. Atëherë fillo bëj kërkesat që në tetor, nëntor. Unë do të gjej këshillën tënde. Ti je më mirë me paracitamol. Se çfarë ndodh? Ne do shikojmë mas 30 ditëve, gjysma atyre gjërave që kemi thënë na duhen patjetër, nuk i kemi domosdoshme. Hapim dollapet ton. Më thuaj sa përqind e atyre rrobave që ti ke i vesh në mënyrë periodike. Mbi as 50% dhe ti mund të kesh mbi 500 euro apo gjysmë milioni lekë të vjetra, i ke në dollap që nuk i shfrytëzon. Ne që jemi prindër, sa lodra kalamajsh i kemi aty, miliona lek. Pastaj, sa hapësirë të shtëpisë ti e shfrytëzon në mënyrën e dur. Blej njerëzit 4 dhoma kuzhinë dhe jetojnë në 7 metër katror e shfrytëzojnë 90% ditës. Gjysma shtëpisë tjetër nuk shfrytëzohet. Rri e pa zauruar, e pa. Njëta gjë për makinën, për një çantë që ti pëlqen, pastaj që pendohesh, pëlqen etj. Edhe për gjërat e zyrës, ne kishim shpesh punoj, si na thonin, na duhet kjo patjetër. Qose shtynim kohë, pas 2 javësh nuk e harroj, nuk kishte nevojë. Dhe ti shfrytëzon të paktën një muaj më anë parat në xhep dhe pjesën tjetër ti e shikon sa e pa domosdoshme është ajo gjë. E qartë, mirë, sepse kështu pa nga pak i tetëm i fundit bisedës, folëm për kredit, folëm për menaxhimin, shpërndarjen e buxhetit, duhet dalem pak edhe tek një ndoshta pjesa më vulnerabile e shoqërisë shqiptare,
pensionistët që për vite më radh janë kryesisht mbajtur nga remitancat, si është një familje pensionistësh me një pension mesatar, ne i dim shifrat, dhe si e bën atë shpërndarjen e buxhetit në fillim apo fund të muajit. Kur merr pensionin. Një familje pensionistësh. Po, një çift pensionist. Ka çfarë shpërndajnë, megjithatë pensionistët janë vetmi që ruajnë para. Po të shikosh Kur e mendon. Po të shikosh të rinjt që kanë më tepër të ardhura, i mbarojnë, dhe kur shikon pensionistët thotë kanë kursyer 30.000 lekë, 50.000 lekë në fund të muajit sepse gjysh janë jep ndonjë 10. E shikojnë dhe është kanë dhe për nipërit e mbesat për t'i dhuruar. Është për t'u habitur, është e dhimbshme, gjithë ai kontribut që kanë bërë. Në fakt kam qenë gjithmonë partizan dhe diskutoj pak edhe në batuta me vjerrin tim për pensionin. Herë i theme duhet ja heqin fare pensionistave se pas kanë shumë, duhet ja ulin pensionet. Në fakt është e kundërta. Realisht që është një brez, unë do kisha thënë që nëse do kishte një investim të mirë, do ishte për t'i rritur në mënyrë thelbësore pensionistëve të ardhura. Të shpat tjetër, dikush një ekonomistët, më falë, pse duhet t'ja rrisun pjesës që nuk prodhon më? Pra, pse ta investojnë diçka që s'do mësili energji të reja në ekonomin? Kështu do mendonte një ekonomist në mënyrë të ftohtë. Një pensionist prepatosh para do t'i shpenzonte në ekonomi dhe sërish do vishin të bizneset. Do rritej konsumit. Do rritej konsumit. Unë do isha që, ndërkohë që ne investojmë në gjëra që shikojmë ka shpenzime shumë të mëdha të fryra, miliona euro për sisteme, kamera, gjëra që neherë duken edhe krejt pa nevojshme. Nga ana tjetër, nëse këto do shpërndaheshin te pensionistët, nuk po bëjë diçka populiste, por realisht që do ishte shumë me vlerë që një pension të shkote shumë shpejt 350 euro, 400 euro. I kemi kapacitetet? Unë themi kemi kapacitetet, është s'du të bëj politik këtu, por nga ana tjetër janë kapacitetet kur shikon disa shpenzime, disa abuzime, një administrat më pak e fryrë, disa shpenzime të kota më... Po të shikosh vetëm kontrollin e lartë të shtetit, dhe dhanë sa abuzime japin miliarde euro, do ishte shumë më mirë. Jo, dhe do shpërndashin në këto 700.000 pensionistë. Qose nuk do, po flasim një botë idealiste ku s'do kishte abuzime. E njëjta gjë ndodh edhe në Amerikë dhe në Itali edhe në shumë vende tjera. Por realisht është stresa. Dietes atyre kanë qenë remitancat në kaq vite? Patjetër, sepse në fundit është shumë e vështirë, as lek i bëjnë ilaçet, një pjesë i kanë të rimbursuara, por një pjesë tjetër jo. Dhe ai nuk mund të presë deri rimbursimin e ilaçeve, ai është çështje jetese. Është stresa që ne gjithmonë kemi pasur pensionistët stresën më të vujtur dhe nuk kanë pa një ditë të mirë. Nëse një pensionist italian apo gjerman apo francez bën pushime, hajde ku ti bëj pushimet pensionisti shqiptar. Të shikon thënë se do diskutojmë për pushime. Patjetër se fundit s'kan bërë pushime atëherë, s'po bën pushime as tani. Që është një shtres që ne duhet të shtesim. Kjo është panorama. Mirë, faleminderit shumë për këshillat. Unë nuk do ta blej televizorin siç ti më the. Të falenderoj shumë. I duhet ta blesh, po në janar. Janar, sigurisht. Domethënë pak po sigur do mendohet 30 ditë. Edhe sa herë në ditën e 31 do të telefonojmë që ta bashkojmë. Sa herë që kemi një shpenzim si studio, do sigurohemi që ti jesh ti këtu paraprakisht të bëjmë një plan. Faleminderit shumë për kohën, vezat gëzuara me pak shpenzime dhe blerje zgjuara. Ndërkohë publikut i themi vetëm pas pak se do ju tregojmë disa truke bukurie. Faleminderit shumë.